tha i ngriti njeriu duart drejt Allahut dhe e thiri me emrin Ja Rab. Emri Rab është emri nga 99 emrat e Allahut xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. Që neve na mëson ky hadith se në qoftë se dojmë që të jetë duaja jone e pranume, duhet t'i drejtohemi Allahut me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të larta, që Allahut na i bën kabul lutjet. Ai e përdori këtë. Ishte në rrugë, ashtu si e përshkrujti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ishte në rrugë. Një prej sebepeve që pranohet lutja është kur njeriu është në rrugë. Në rrugë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, duaja e udhëtarit nuk refuzohet, pranohet. Ky njeri ishte në rrugë, i ngriti duart, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është sebepi tjetër që duhet ta bojmë dhe ta zbatojmë na kur bëjmë lutje dhe dua, t'i ngrejmë duart drejt qiellit, t'i drejtohemi Allahu xhalla shanu duke e tregu se na jemi asgjë dhe krejt gjërat janë në duart e të madhit Zot Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelal.